Ja goca si dolën, pjesa e dytë që po ju tregoj, procedurën se si kam përgatitur. Tu kam thyrë 3 kokra vezë, i kam shtuar dhe pak fare krip, edhe i kam rrafur mirë vezët. Ja si që shikoni, si që thash, i kam shtuar vetëm pak krip. Jo shumë, se unë krip jo dha dhe tek mishi, dhe plus pastaja këtu kemi shtuar bukën e grirë, i kemi shtuar dhe djathin, dhe djathi është goxha ka kripën e vetë, që mos të vinin shumë të kripura. Përzim djathin me bukën e grirë, mirë që të marri të përzihen të dyja bashk, dhe këtu marrim dhe i ngjojmë në vezë. Unë fillim doja ta bëja me pirua, po nuk më erdhi mirë dhe detyrimisht u detyrova që i kam përduar duart. Kam përdorur duart. Normal, është një procedurë që ti sa herë që të prekësh vezën apo t'i bësh me këtë bukën e grirë me djath, do shplash gjithmonë duart, por ja vlejti. Edhe i sistemojmë, i rregullojmë në këtë mënyrë, si që shikoni. Edhe ja, si dolën. Do vazhdojmë dhe me të tjerat. Tu kam ngrirë asparagji, si që thash që parë, dhe patatet që kam bërë një krem. Tu i kam shtuar edhe djath të grirë, si tip pureje është bërë, se janë patatet dhe asparagji, që i bëra bazën për poshtë. I kam shtuar dhe pak krip kësaj salcës që kam përgatitur, pures, quajeni si të doni. I kam ngrirë dhe pak që të përzihesh djathi, të jepte shijen e vet. Edhe këtu po përgatisjam inaks të Elianës, si që shikoni, këto vinin shumë mirë me pirua, që ti mund t'i ktheje dhe mund t'i lyeje me vezë. Në fillim i kam bërë me miell, pastaj me vezë, edhe ato të tjerat e njëjta gjë. Në fillim në miell, në vezë, pastaj në bukë të grirë me djath. Tu kam sistemuar ato i asparagji në pjatë. Si që thash, unë atë natë përgatita vetëm 2 pjata, vetëm për djalin dhe për burrin, se vajza nuk ishte, unë nuk hengra dhe Eliana hengi vetëm nagës. Ja si e kam shtuar atë purem poshtë tek pjata. Edhe kam vendosur ndonjë në pjatë, si që shikoni, një djali edhe një burri. Pastaj kam shtuar për dekorim, kam shtuar dhe domate. Unë kisha nga këto domatet e verdha, po mund t'i shtoni dhe të bardha dhe të bardha, thashun okej, dhe të verdha dhe të kuqe. Edhe këtu i kam shtuar salcën roza që e përgatita vetë në shtëpi. Edhe ja i nagës të Elianës se si dolën, që ajo i shoqëroj me salcë rozë. Edhe këto dolën super, kush dole t'i provoj dhe t'i bej. Dalin fantastike për zotin. Edhe ja si doli brenda, si që shikoni, unë këtu po e pres që është akoma e nxehtë. Djathi, prosciuta, dolën fantastike. Thash t'jashtë të ngrota sa po janë bërë, t'i shoqërosh me të salcën roza, janë me gjithmonë super. Edhe ja, ky ishte dekorimi i pjatës, i thjesht edhe i shishëm. Si që kam publikuar dhe në një video tjetër, gocani. Këto ishin, kush ka dëshirë le t'i gatuaj. Unë e kam shkruar edhe tek video e parë emrin. Edhe